رجالي صناع الحياة أقمار الليالي. Në të cilin kemi arrit, autori ka mërtue faslu men lem jeshkurin nas, la jeshkurin la. Pjesa e cila flet mbi argumentet të cilat tregojnë se ai që nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon as Allahun subhanahu wa ta'ala. Ai që nuk i falenderon njerëzit për të mirat që njerëzit ja kanë bërë atij, ai nuk e falenderon as Allahun subhanahu wa ta'ala për begatitë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë atij. Me emrin njerëz kemi shpjeguar në disa legjërata të kaluara, e para që kuptohet janë muslimanët. Për shkak se sa herë që përmendet njerëzit, nëse nuk është e përgjithshme për me përmbledh njerëzit të cilët janë besimtarë dhe ata të cilët nuk janë besimtarë, gjithmonë llogaritet njerëzit kur përmenden Kur'an janë muslimanët. Njerëzit kur përmenden hadith janë muslimanët. Përveç nëse kuptimi i asaj përmendje është edhe për ata të cilët janë muslimanë edhe për ata të cilët nuk janë muslimanë. Në një hadith të cilën e ka transmetuar Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa ta'ala pas mëshiruar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yashkurillaha man la yashkurin nas. Nuk e falenderon Allahun ai i cili nuk i falenderon njerëzit. Kurse Ibn Kathiri, Allahu subhanahu wa ta'ala e pas mëshiruar në tefsirin e tij, në komentin e këtij hadithi se kushdo që nuk i falenderon njerëzit, ai nuk e falenderon Allahun, ka përmend se prej obligimeve që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë njeriut, ja ka dhënë besimtarit, është me i falenderue njerëzit kur të bëjnë mirë. Dhe në momentin që nuk i falenderon ai njerëzit që i kanë bërë mirë atij, automatikisht nuk e ka falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala, ose nuk e ka përcjell obligimin me të cilin e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa ta'ala për me i falendrua ata të cilët kanë bërë mirë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë ligj që mos më adhurohet kërkën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, o bil walidayni ihsana, dhe me prindrit me sjell mirë. Pse ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala prindrit në këtë ajet pas urdhrit për adhurim, mirësjelljen ndaj tyre, me ankthyer tyre ata që ata të kanë bërë mirë. Nëse në ajetet e tjera Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për obligimin që është ndaj nënës, kurse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet nga sahabiu kush është më meritor për shoqërimin tim, i ka thonë nëna jote, ka thonë pastaj kush, ka thonë përsëri nëna jote, pastaj ka thonë sahabiu kush, ka thonë përsëri nëna jote, në herën e katërt ka thonë pastaj baba jot. Dhe këta Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend në Kur'an hamalethu ummuhu. Një prej shkaqeve pse është përmend 3 herë nëna, pastaj u përmend baba, për shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala thotë e ka bërë nëna e vet në barkun e saj vështirësi pas vështirësie. Wa hamluhu wa fisaluhu. Bartja që ka bërë nëna në barkun e vet secilin fëmijë, dhe gjithona që marrë me te janë 30 muaj. 6 muaj llogaritën minimumi i shtatzanisë që mbjeton fëmia pa pas nevojë me i ndihmuar me mjete,
Dhe 24 muaj llogaritet gjithonja e plot bëjnë 30 muaj. Tash këto 30 muaj e kanë bërë që nona më u përmend 3 herë, në herën e 4 më përmend baba. Po shkak se duhet me falenderu për mirësinë që në ka bërë. A është ky ligji i Allahut subhanahu wa taala kështu më funksionon njerëzimi? Po. Edhe ligji i Allahut është me funksionon njerëzimi duke i ndihmuar njëri tjetrit, duke i gjithë njëri tjetrin në vështirësi. Dhe për këtë duhet me kthy me falënderim atij i cili të ka bërë mirë. Edhe nëse nuk ja kthen, nëse nuk jemi mirënjohës ndaj atij që të ka bërë mirë, do më thonë se nuk jemi mirënjohës ndaj teksteve në të cilat ka udhëzuar dhe ka kërkuar për neve Allahu subhanahu wa ta'ala. Në disa komente tjera, dietarët e Kur'anit dhe dietarët e hadithit kanë përmend se ai i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar as Allahu subhanahu wa ta'ala, kanë përmend se Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron që kur dikush të bën mirë me falendëru atë, dhe në momentin që nuk e falenderon atë, automatikisht nuk e ki përmbush atë që ka dashur për te Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo është kuptimi, nuk e falenderon Allahun ai i cili nuk i falenderon njerëzit. Disa komentatorë kanë përmend ata të cilët nuk i falenderojnë njerëzit të kanë bërë mirë ma pak se sa të ka bërë Allahu. Kur nuk jenë gjendje me falenderuar për diçka që është e thjeshtë, ata kur nuk kanë me pas mundësi me falenderu Allahu subhanahu wa ta'ala për begatit që Allahu subhanahu wa ta'ala të vazhdueshme, ose nëse si falenderojnë njerëzit, ata i bërë mirë veç herë pas here. Qysh e falenderojnë Allahun kurse të mirat e Allahu subhanahu wa ta'ala ky shfrytëzon për ditë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah." Nuk ka ndonjë begati që e keni, veç se Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Ai të tjetër thot Allah, çdo ditë Allahu subhanahu wa ta'ala kujdeset për juve. Çdo ditë ja vjen begatitë e mirësitë e tina juve. Nëse dikush bën mirë një herë në muaj, e s'mundesh me thonë faleminderit, qysh e falenderon Allahun kur begatitë e tij ki për ditë. I ki çdo orë, i ki çdo minutë. Çdo frymëmarrje e jone është begati për begative që Allahu subhanahu wa ta'ala ne ka dhënë. Edhe shikimi, edhe ndëgjimi, edhe pasuria, edhe shëndeti, edhe familja, edhe dituria, gjithë, çka posedojmë në ato e krejt për Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë kur mësohet njeriu mos me i falenderuar njerëzit të cilët herë pas here i bojnë mirë, e që falenderimi i tyre është shumë më i rrallë edhe më i lehtë se sa me falenderu Allahun, atëherë qysh e falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala ka lavdruar Nuhin alayhi salatu wassalam, ka thënë innehu kana 'abdan shakura. Nuhi alayhi salatu wassalam ka qenë rob falenderues, rob që ka falenderuar Allahu subhanahu wa ta'ala shumë. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për falëndrimeve që ka pas Nuhi alayhi salatu wassalam, thotë ka qenë kur ka hëngur diçka në fund të ushqimit ka thënë alhamdulillah. Kur ka pi diçka në fund pijës ka thënë alhamdulillah. Kur ka vesh diçka ka falendëruar Allahun. Kur ka ecë ka falendëruar Allahun. Kur ka pushu ka falendëruar Allahun. Për gjithçka që ka shfrytzuar për begative ka falendëruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Në hadith tjetër i cilin e transmeton Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa ta'ala pas mëshirua, qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna ashkara an-nasi lillahi ta'ala ashkaruhum bin-nas." Njerëzit të cilët janë më falëndëruesit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala janë ata të cilët i falenderojnë më shumë të njerëzit. Njerëzit të cilët janë mirënjohës Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë ti për begatitë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë atyre, këto janë ata të cilët i njohin më shumë ti
të mirat që dikush për njerëzve ja ka bë atyre. Në një hadith tjetër, të cilin e ka nxjerrë gjithashtu Imam Ahmedi nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thonë, kushdo që të bën mirë diçka, nëse mundesh, ktheja edhe ti me i bë mirë. Nëse s'mundesh me ja kthye me të mirë, atëherë përmene të tjerët se filonin ka bë mirë. Dhe kushdo që përmen mirësinë e dikujt ndaj tij të tjerë, veç se e ka falendëruar atë që i ka bë mirë. Ndodh nganjëherë në situata të vështira, njerëzit bëjnë mirë. Ose ndodh nganjëherë që njerëzit bëjnë mirë që shumë sa që ti nuk mundesh me u kthye dhe me dash çat mirë ose çato të mira që ata ti kanë bërë. Zgjidhja më e mirë është kur ka bën dikush mirë, me ia kthye, me bë mirë ashtu sikur ka bën mirë ai. Nëse s'kena mundësi me i bë mirë që ashtu që ka bën mirë ai, ose që ka bën mirë ata të paktën me përmend publik të musliman, me thonë se që ky njeri ose që ta njerëz më kanë bën mirë këta. Edhe përmendja e të mirave që ti kanë bën muslimanët të muslimanët e tjerë, llogaritet si falënderim ndaj atyre të cilët kanë bën mirë. Dhe nëse e kthejmë situatën në përditshmërinë tonë, e shumë se një pjesë e muslimanëve ankohen atyre që i kanë bën mirë dhe kanë bën keq. Sa është e keqe kjo situatë. Dhe nuk e përmend me rastisht, por këtu ka realitet. Nuk e përmend me rastisht, por këtu ka realitet. Nëse një pjesë e madhe e vëllezërve ankohen se njerëzve të cilëve kemi bën mirë, na kanë bën keq, këtu ka realitet se nuk është e mundshme një pjesë e madhe e vëllezërve mu bashku në një gënjeshtër, ose me thonë njëjtën gjë pa u konë ajo. Qysh është e mundshme me qenë musliman dhe pasues i sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit që kanë bën mirë, me ia kthy me mashtrim. Njerëzit që kanë bën mirë, me ia kthy me tradhti. Njerëzit që kanë bën mirë, me ia kthy me keq. Njerëzit që kanë bën mirë kur ka mundësi aty që ke bën mirë. Kjo është jashtë udhëzimeve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e saktë, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me Omar ibn Khattabin radhiyallahu anhu, dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk është besimtar kërkush derisa ta don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa familjen e tij, pasurinë e tij dhe veten e tij. Dhe Omeri radhiyallahu anhu ka thënë dërguar Allahut, unë ty du më shumë se sa pasurinë time dhe familjen time, por vetën time du më shumë se ty. Pejgamberi sa ka thënë la ya Omar, nuk duhet kështu, s'bën kështu. Dhe për një çast Omar ibn Khattabi sa të dërguar Allahut, tash ty e dua më shumë se veten time dhe familjen e pasurinë. El-ana ya Omar, tash ka thënë pejgamberi sa është tamam në rregull, imani. Sa të pejgamberi radhiyallahu anhu masale kum pyet babën, çka u bë, pse e ndrove meselën ka shpejt. Ti njeri thot pejgamberi sa që vetën e du më shumë se ty. Tash më njeri thërë, tash duhet ty më shumë se vetën. Çka të bëni me ndryshuar këta? Dhe përgjigja e Omar ibn Khattabit është ajo që neve na vjen tash në këtë çështje. Thot mendova, po mos ishin begatit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, udhëzimet, mësimet që na ka dhënë ai, unë kisha më thonë mushrik, edhe kisha më thonë për baronë zjarre. Qysh mos me dash këta ma shumë se sa që du vetën teme. Prej mësimeve që Omar ibn Khattabi ka marrë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë u konë mirënjohës. Që është e mundshme se
ofendojnë atë që ja ka mësu shkruajnë atë Koranit. A di shka është kjo? A ju konë kafir krejtë, u konë i deviju më këtë i ka mësu, e ka udhëzua sebeb çështjet e fesë, më nëre që në krytë, kjo hoxha qafir, kjo djetari qafir, kjo. Edhe nëse është i tillë, do të me i përmend mirësit, pastaj me argumentue gabimin, kushdo që ta ketë gabimin, gabimin argumentuar, por nuk ofendohen njerëzit për cilëve e ke mësuar në leximin e librit të Allahut, edhe ke mësuar çka është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj nuk ofendohet baba dhe nëna të cilët janë shkaku kryesor që janë këtë dunjë që kemë rritë tash më ushqy vetë se ata të kanë ushqy kur s'ke mund më ushqy. Ata të kanë pasru kur s'ke mund më pasru. Ata të kanë dimu me hecë kur s'ke mund me hecë. Plët gjona tjera, tash pak i bën ke dhe vjetë edhe thët baba, budot, bona, budalit, si kaq. Kur ka mësua këtë edukat, të suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pak i mësëm 2-3 minë, se si lezër ku që hecës, dhe asë me lezu asë gjonë, edhe këthejt, pastaj kësë ban. Ku ke mësu këtë të suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ja, njerëzit të cilët nuk i falenderojnë, ata të cilët i kanë bërë mirë atina, ai nuk e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala. Nëse dikush ka bërë mirë, nëse mund është ktheja më të mirë. Nëse ai ka udhëzuar kur e kanë i deviju, tash ka deviju, mësoj edhe ti udhëzimin. Mos u qumë shoh. Ktheja që është ta ka bërë ty të mirë. Kur ke pasi nevojë për një udhëzim, ai ka ndihmu. Tash kur ka nevojë ai për një udhëzim se ka ndodhur që ai që të ka mësuar ty ka deviju për veti, ktheja me të mirën që ka bëjë ty mirë, kur e kanë ti nevojë, kur ti nuk e di mirësinë, as nuk e di çka është rruga e drejtë. Nëse nuk mundesh me akthyje me të mirë, që ashtu që ka bëjë, atëherë të falendroje përmene para njerëzve mirësinë që ai ta ka bëjë, për shkak se përmendja e mirësive llogaritet falënderim ndaj tyre. Në hadithën të cilën transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm në shpellën Hira dhe ka ardhur vahji. Pastaj ka ardhur të shtëpia dhe u friksu për pamjes madhështore të Xhibrilit. Edhe i ka thonë gruas vet Hatixhes, po kam frikë. Mos po ndodh diçka e keqe, që jam tutut mos po çmendem. Çka ja po të ndodh mua diçka e jashtëzakonshme. Që ka thonë Hatixha? Ka thonë mësë tut. Po shkak se ty nuk ka me të humbë Allahu. Pse? Thot Hatixha, po shkak se ti i ndihmon jetimave, ti i nderon musafirt, ti u ndihmon atyre që kanë nevojë, të gjitha që i ka përmend Hatixha radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas frikë, për me siguru se ty nuk të humbë Allahu subhanahu wa taala, i ka përmend mirësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj njerëzve. S'ka përmend diçka tjetër. Ty nuk ka më të humbë Allahu. Pse s'ka më humbë Allahu? Për shkak se ti ju bën njerëzve mirë. Ti ju ndihmon jetimave, ti ju ndihmon fukarave, ti e respekton farefisin, ti e nderon musafirin. Të gjitha i ka përmend që kanë të bëjnë me njerëzit. Me edukatën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas me njerëzit. Ka Zotin e rrugë veç më kthye te na një prej çështjeve, po kam frikë mos po ndodh diçka e keqe dhe tash për me këshillu këto, do të thonë ja mos ato se ti ndodh se ti s'ke njëri pa shos, s'ke njëri pa bogibes, s'ke njëri pa rreth, çka do me çka mundesh më ngushëllu ato. Cila është mirësia që besimtari ka pas për teje? Përveç jo mirësi, përveç shërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilin transmeton Abu Davudi, qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që i ka bërë mirë dikujna,
nëse s'munësh me akthyje mirësinë që ka bën ndaj teje, feljed'u le, bën dua për ta. Kushdo që të ka bën mirë, nëse munësh me akthyje të mirën me një të mirë të ngjash me ktheja, nëse s'munësh kur shkosh në shtëpi, lutu për ta. Lutë Allah subhanahu wa taala. Dhe kur i bashkojmë këto dy hadithe, nëse të ka bën mirë dikush, ktheja me të mirë. Nëse s'munësh me akthyve të mirë, përmende tek muslimanët mirësinë që ai të ka bën ty. Edhe kur shkosh në shtëpi, lute Allah subhanahu wa taala për ato, lute për me akthy mirësinë që ai të ka bën, është doja që bëhet për atë, ai nuk e ka ditë pastaj për kësaj doje ka dobi edhe që bën do. Në një hadith tjetër gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që i bën mirë dikujt, të paktën thuj Allah shpërblet. Kushdo që të bën mirë, kurrë nëse s'munësh me akthyve të mirë, nëse s'munësh të paktën thuj Allah subhanahu wa taala shpërblet për këtë mirësi që na ke bën. Është transmetuar gjithashtu në një hadith të cilën e ka nxjerr Abu Davudi, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirua, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar që kushdo që ka bën mirë me e lutë Allahu subhanahu wa taala për me ashtu begatitë e tij në dunjë, edhe me afal gjinat e tij në ahiret. Në hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu sahih, gjithashtu edhe Imam Muslimi në sahihun e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka drejtuar grave në Medinë. Ja ma'ashara an-nisa, o turma e grave, jepni sadaka. Dhe shtënë istighfarin, jepni sadaka, edhe shtënë istighfarin, shtënë kërkim falen të Allah subhanahu wa taala, për shkak se i kom pa se shumica për juve janë banorët të zjarrit. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë fattaqu an-nar walau bi shiqqi tamra. Rrugë për zjarrin e xhenemit edhe nëse jeni duke e dhënë një gjys hurmë sadaka. Kur shit sadaka, sadakaja është mbrojtje për zjarrin e xhenemit. Qoftë ajo tjetër shumë e vogël. Dhe hadithet të shumta për vlerën e atyre të cilët japin sadaka. Po ashtu kush bën istighfar, thotë astaghfirullah, është mbrojtje dhe shpëtim për të ditën e Kiametit. O ju turma grave, jepni sadaka për me çu për zjarrin e xhenemit, edhe shtoni istighfarin, kërkim faljen te Allahu subhanahu wa taala, për me çu për zjarrin e xhenemit, pa shkak se unë i kum pa. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të veçanta e ka vizituar xhenetin e xhenemin, në raste të tjera Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsuar me pa jashta mirajit, me pa venën në zjarë dhe me pa venën në xhennet. Atëre, ju këshilloj, jepni sadaka dhe shtoni istighfarin, për shkak se i kom pa se shumica juve jeni në zjarë në xhenemit. Se qalet imra, ka thonë u quem një grua, prej grave dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pse shumica ka kanë në zjarrin e xhenemit, cili është shkaku, cila është arsyeja, çka ka bë vepra, cilat janë që kanë bërë me shku në zjarrin e xhenemit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy shkaqe, një mallkoni shumë, edhe dy i mohoni mirësi. Dhe kjo nuk është çështje e vogël. Mallkoni shumë, ka të cilën të mallku. Pse në mallku? Nuk është prej mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
gjithmonë mallkato. Nuk është mësimi i pejgamberit sa ose ky. As nuk është udhëzim i sahabëve, as nuk është praktike tyre. Edhe do të më hiq nga shprehit nëse ka dikush prej neve, prej grave tona, motrave, nonave, qikave tona, me hik mallkimin. Hik, mos o zotit vrap, ku na i thua, fëmijës vetë të çështë. E të homër, ky e të fshafën, ku na i thua kështu? Këto nuk janë udhëzime as praktike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, nuk jeni falëndërues ndaj mirësive. Në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka këshilluar gratë që mos më bë jo mirënjohëse ndaj burrit, ka përmend nëse 100 të mira ja bën burri, njëherë s'u ja ka realizuar një të mirë ose dërsa dhe ka bën një gabim në keqe, që i thot ti kur hajl për ti s'na po. Ma përse nuk është ishtu kur hajl për ti s'na po, se nuk është e vërtet kjo. Njëri munduan të njëtën me mirëmbajt familjen e vetë, njëra ka bën një gabim, ti kur s'ki vi për kërgjo. Kjo është mohim i të mirave, kjo është mohim i mirësive. Dhe kjo nëse ndodhë me zburit e gruz, ndodhë dhe nësë muslimanve. Nëse vazhdit musliman kanë bo, njëre ka bën një gabim, edhe ta shkusuar me mytë ato. Pos nuk është udhëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ky. Ku metën që ato mirësi që kanë kanë deri tash? Dhe çka bëhet nëse mallkoni edhe nëse nuk jeni falëndërues ndaj atyre të cilët i kanë bërë mirë? Ndodh ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah dhe që një sadaka për një istighfar se për ndryshe, ju bëhet zjarri i xhenemit. E lutim Allah subhanahu wa taala që të jemi falëndërues ndaj atyre që kanë bërë mirë, e të jemi falëndërues ndaj Allah subhanahu wa taala mirësitë e tina nuk kanë të numëruara në këtë dynjë, kurse mirësitë e tij për besimtarët kryesore dhe më të mëdha në ahiret. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.